Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur sot të sjellë historinë e një 32 vjeçari me shërgullim të spektrit të autizmit që quhet Amarildo Memishti. Në fakt, kjo diagnozë nuk e ka penguar Amarildon të ëndërrojë, të vazhdojë shkollën dhe dëshirat e tij të mëdha, të cilat ndoshta nuk i ka kushtet në familje për t'i realizuar të gjitha, ka vendosur të vinë në studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi të gjithë kemi nevojë për një dorë, për një mbështetje që ëndrat t'i kthejmë në realitet. Në praninë e nënës së tij, unë dua më një herë t'i përshëndes të dy. Amarildo, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Dhe më pëlqen shumë ai vathi që ke vënë aty. Si ke qenë? Mirë. Faleminderit. E ndjek emisionin Pa Gjurmë? Po. Sepse ju më keni shkruar në adresën time private në Instagram. Po. Më ke dërguar një mesazh dhe ke kërkuar që ti jesh pjesë e studios. Po. Ke ardhur sot këtu dhe ne të dy së bashku do të qëndrojmë për minuta të tëra, së bashku me nënën tuaj, po më lejo që ta përshëndes dhe zonjën Florika Memishti. Përshëndetje Florika dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Ke shoqëruar sot djalin? Normal. Plot ëndra, plot dëshira, në botën e tij, me plot ngjyra dhe ëndra më madhe kush është? Ajo ëndër që kërkon ta realizosh. Po, IT-ja më shumë, IT-ja. Po, të pëlqen teknologjia. Besoj që një pjesë të mirë të ditës e shpenzon në kompjuter, në laptop. Po kam laptop e shpenzoj atje. Dëshiron të vazhdosh studimet e larta? Po, të shojnë tani se di. Ju e keni mbaruar shkollën, keni me shumë sakrifisa dhe nga ana e nënës e ka mbaruar dhe gjimnazin djali? Po, gjimnaz. Bravo. Dhe dëshiron të bësh shkollën e lartë apo ndoshta ndonjë trajnim më të specializuar, 1 vjeçar, 2 vjeçar për IT dhe ëndra për të qenë një zyrë dhe të ushtrosh profesionin tënd? Po, të shojnë tani. Por uroj që ju ta keni këmbën e mbar sot dhe të jetë një realizim dëshirash për ju. E uroj me zemër këtë gjë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë pjesë do të flasim për historinë e 32 vjeçarit me shërgullim të spektrit të autizmit, Amarildo Memishti, i cili është i shoqëruar nga nëna e tij, zonja Florika Memishti. Por gazetarja ime ka përgatitur një kronik për 32 vjeçarin, do e ndjekim në këtë moment dhe do rikthehemi për të vazhduar intervistën dhe për të dëgjuar dëshirat e tij, jetën e tij dhe është një histori frymëzuese. Besoj unë do jem e para që do frymëzohem ditën e sotme nga ky 32 vjeçar. Por ndjekim materialin dhe rikthehemi. Në një dhomë të vogël në kryeqytet, midis zhurmës së kompjuterit dhe dritës së ftohtë të monitorit, Amarildo Memishti krijon botën e tij me ngjyra. Ai është 32 vjeç dhe jeton me një diagnozë, spektrin e autizmit në fazën e mesme, por në vend që ta shuaj dritën, kjo diagnozë e ka bërë më të thellë dhe më njerëzore. Në fëmijëri, Amarildo nuk fliste shumë, ishte ai djaloshi që qëndronte në bank, i qetë, me sy gjithmonë diku tjetër, ndoshta në një botë që vetëm ai mund ta shihte. Shkollën fillore e përfundoi me vështirësi, të mesmen me këmbgulje, por rrugën e vet e gjeti më vonë, mes grafikëve, formave dhe ekranit që nuk e gjykon, por e kupton. Pas çdo suksesi të vogël, qëndron një familje që lufton në heshtje. Babai, shofer autobusi, zgjohet herët çdo mëngjes për të mbajtur shtëpinë në këmbë. Nëna, e cila ka kaluar një operacion në zemër, rrallë punon. Në jetën e tyre, spektri i autizmit nuk është vetëm një fjalë mjekësore, është një përvojë e përditshme, një sfidë që prek gjithë familjen, por është edhe një dëshmi se dashuria nuk njeh diagnoza. Sot ai nuk erdhi vetëm për të rrëfyer historinë e tij, ai erdhi për të kërkuar një mundësi, një vend ku pasioni i tij për grafik dizajn dhe kompjuterat të mos mbetet vetëm një ëndër, por të kthehet në profesion, në jetë, sepse ndonjëherë mjafton vetëm dikush që të dëgjojë për të filluar gjithçka. Dhe për të respektuar moshën, më lejon ta nis intervistën me mamin? E dashur Florika, kur arritët ta zbulonit pikërisht që djali kishte shërgullim të spektrit të autizmit? Para 10 vite. Para 10 viteve? Po sepse në Ersek I vini nga Erseka, vini nga Erseka. Po jemi nga Erseka dhe atje nuk kishte
Ky qëndronte gjithmonë vetëm, më duheshte vetëm mua pranë, po nuk e dinim që kishte këtë problem. Dhe ishte një diçka që nuk i pranonte të tjerët, po nuk e dinim se çfarë kishte. Që në fëmirinë e hershme, besoj Që në fëmiri ky rinte i vetmuar. ti ke arritur ta kuptosh që djali Kishte diçka se nuk bashkoheshe me shokut, po më thesha është nga që kur operova unë, ky u mbyll në vetë. Ishte 6 vjeça ere. Ishte i vogël. Shkonte në klasën e parë, mësimet i la, nuk i deshte. Shkonte në shkollë, po jo se mësonte. e qartë. Unë dojtë në 6 javë këtu në Tiranë. Këta ndajnë me tjatin atje dhe me të gjyshen. Po ky rinte gjithmonë i mbyllur. Kur dola unë nga spitali, u qelevitu, aktivizua pak, po jo se bashkoshe me fëmijët. Prania jote i qetësonte dhe Po, ishte i sigurt. dhe sot jeni të pandar. Ka shumë Edhe me sot, dononën. ai me mua është i sigurt. Po mos jem unë ndjeci, si mund ta them, kërkoj ndjes po si ata jetimet që janë, Ndoshta nuk gjete fjalën e duhur për të bërë krahasimin. tash kërkoj ndjes. Por e qartë, prania jote e bën më të sigurt Po. dhe ai ka nevojë për ty, kjo është e padiskutueshme, sepse në mesazh që më shkruaj ti mua në Instagram, madje në orët e vona të natës e kam lexuar atë mesazh dhe të kam kthyer përgjigje po në orët e vona të natës. Dhe më shkruaj ti që dua të jem me mami në studio. Ndërkohë ka qenë Klaudia, ajo që është lidhur me ju dhe ka folur, dhe Klaudia pastaj më tregoi në zyrë që Amarildo kishte shërgullim të spektrit të autizmi, sepse unë, për të qenë e sinqert, nga komunikimi që patëm të dy, nuk kuptova asgjë. Nuk të letë për shtypje, po e ka. Sepse është shkolluar. Po, Shkruan pa gabime, fjalit e sakta dhe... Ka vajtur në shkollë, e ka bërë edhe gjimnazin, e kemi shpende një vit të lartër në Korçë. Ka nisur dhe studimet e larta. Për infermieri. S'më ka pëlqyer. Nuk të pëlqeu, bluzat e bardha nuk të pëlqyen. Dhe e le për gjysëm. E dashur Florika, pra sot djali është 31 vjeç, 32. Për 32 vjeç, diku ka qenë 20-22 vjeç keni arritur. Po, rreth 20 vjet. Dhe këtu në Tiranë? Këtu në Tiranë. Më falë, e shpum, ky faktikisht nuk donte psikiatër, deshte psikolog, ne na tha në psikiatër, e shpum, ajo dhe na dha mjekime, doktoresha nuk mund t'ja them emrin, s'dua ta bëj publike. Po patjetër, nuk është nevojë ta bëjmë. Ajo i dha mjekime, këtia i filloi dhimbja e kokës shumë. E dëmtuan mjekimet. E dëmtuan mjekimet. I zbardheshin syt. 48 orë me djalin tjetër, nuk e kam këtu, e kam në Gjermani, më ka dhe një fëmijë. E kemi gdhirë, si mund të them, e kemi larë me lotë, se theshim do shpëtoj ajo, e shpun prapë, dhe na thash efekti mjekimit, se duhet të i qetë. Ky i qetë ka qenë gjithkohon një fëmijë që nuk ka qenë agresiv. Po të ngacmonje të shikonte. Dhe kur ka ndodhur kjo me këto medikamente që gabimisht mjekja ova ka dhënë, ndërkohë që djali ka pasur nevojë për mjekime? Para 10 vite. Para 10 viteve, kur ka qenë 22 vjetë. 22 vjetë. Dhe sa i vazhdoj këto mjekime? Ja vazhdovëm 10 muaj. 10 muaj ilaqet gabuara. Ilaqet gabuara dhe si përfundim, ja kemi hequr, ky bëri një veprim pa djenin e tij, ishte në efektin e mjekimeve, zuri t'jatin ta mbyste në anshesor. Kam bajtur unë, e kam goditur atë radhë, nuk ja fal vetes, po duhet ta godisje, se nuk e lëshonte. Dhe pastaj ja prevëm ilaqet, nuk ja dham. S'kishte nevojë për psikiatër. Por mos ta kujtojmë më atë moment për para Amarildës. Unë jam e sigur që ti nuk e mban mend fare atë moment. Jo, unë po them këtë që të gjitha ato nëna, për shembull, që kanë fëmijët si punë këtia, nuk kanë pse t'u japin ilaç. Se ka nevojë për një psikolog. Ata duan psikolog, duan seanca me një psikolog për të zhvilluar sa më shumë. Po, dhe duhet i mbash shumë afër, se ata t'japin shumë dashuri, ai është shumë i dashur. Dhe kjo është e vërtet. Është shumë i dashur. Por pse i mbushtit me lot? Sepse ka moshën e madhe. Ai është si drita. Dhe e tha shumë bukur përgjigjen, nuk ka gjë. Që ti ke moshën e madhe, ai është i Zoti për të jetuar edhe pa praninë tënde. Një djalë që ka mbaruar shkollën, që kërkon të eci akoma më shumë. Pa praninë e mamit s'mund të jetoj dot. Të gjithë e dua mamin, edhe unë. E dua mamin tim, ta kem afër,
edhe pse jemi të rritur, brënda vetesh jemi fëmijë dhe sigurin e gjejmë tek prindrit, na duke si ajo çadra që jemi poshtë tyre dhe kur jemi me ata jemi gjithmonë të sigurt. Po nuk dua që ditën e sotme të më derdhësh lot përpara Amarildos. Dua të bëhesh e fortë. Jam e fortë sa më s'kapo ndonjëherë. Ndërkohë, ju jetoni me Amarildon, me bashortin, sepse më thatë që djali jeton në Gjermani dhe të ka bërë dhe gjyshe. Po, më ka bërë gjyshe. Je bërë dhe xhaxha. Mbes, me mbes? Jo, nip. Me nip. Sa vjeç është nipi? Jo, është i vockël, Aty, 10 muaj aty. E do shumë besoj. Dhe ku ka më bukur? Një Jo, fëmijë? unë tani fëmijët e vegjël s'para i dua, se është vetë edhe njeriu. Që nuk... Por gjithësi ata të japin dashuri. Kur ti e shikon, e do se është gjaku jot. I dashur Amarildo, dua të flasim të dy së bashku, të më tregosh pak për shkollën tënde, çfarë kujton ti nga koha e gjimnazit, e kuptoj që ke hasur vështirësi, por si ka qenë ajo periudhë? Çfarë mban mend? Ku e ke bërë gjimnazin, në Ersek apo Tiranë? Jo, Në Ersek, brenda në qytet, po? po, në kam lindur në 1983, Po, 17 shtator, po kopshin e kam bërë si gjithë tjerët. Atë, pas kopshit ke shkuar në shkollë? po, atë kam shkuar në fshatin Sipër, pastaj vajta 2 vjet në fshatin poshtë, se pastaj vajta në Ersek në Pra, le të themi që ke lëvizur në shumë vende Po. aty brenda Ersekës. Por, kush ka qenë lënda, libri që të ka pëlqyer më shumë në shkollë? Se ke prirje tek IT-ja, te kompjuteri. Ashtu është. Kush të ka pëlqyer më shumë? Matematika, letërsia, historia, gjeografia, biologjia, fizika, Ai them drejtë, informatika. informatika, edhe s'kishte si të ndodhte ndryshe. Padyshim që do të pëlqente informatika. Kaq shumë e dashuron? Po, do më në kompjutrat i kam pasur dëshirë, pasion. Dhe çfarë ke mësuar nga puna, le të themi, mbi kompjuter, apo qoftë dhe nga ajo lënda informatika që ke bërë në shkollë? Çfarë ke mësuar dhe kërkon që të mësosh akoma më shumë? Po tani, kur kam qenë në shkollë, edhe kështu s'para kam mësuar, si gjithë të rinjtë e tjerë. Po ti vetëm informatikën ke dashur, edhe vetëm atë ke mësuar, e dim ne këtë. Lëndës shoqërore si ke dashur, nuk i ke mësuar. Po tani, më ndihmonte edhe mamaja me detyrat. Bravo, të ka qëndruar për herë pranë. Po. Që ti ta mbaroje me sukses gjimnazin. Dhe jam e sigurt që ka qenë një periudhë shumë e vështirë, edhe për ju e dashur. Shumë. Ka pasur shokët mësuesët e kanë mbështetur, ka pasur një mësuese të dedikuar ekstra në Ersek? Jo, s'kishte. Ka pasur mungesë. Nuk ishte Jo, mësuese. nga mësuesët s'para kam patur, ndërsa nga shokët më ngacmonin. Ka mbulizuar. Po, se ku më godisnin, thoshin bëjmë shaka, më thoshin që shko mbytu, varë veten. Pastaj vajta në kjo, si që të tha mamaja, në kjo psikiatria, më tha që qarë shplan keqëri me maman. Por unë nuk dua të flasë sot për medikamente, për psikiatër, dua të flasë për ëndrat e tua, për dëshirat e tua, dhe të jetë një emision i gëzushëm dhe jo i hidhërushëm. Dua që të shkoj sytë e tu të qeshur. Jo vetëm të tut, po edhe të nënës tënde. E dashur, ka ardhur në këtë studio për të shoqëruar djalin dhe ja ke lënë atit në dorë të flasi dhe të shprehë Ai e dëshirat. deshte shumë. Kur ta tha dhe ta komunikoj që do shkojmë tek emisioni pa gjurmë, Ai theshte do vete në një stacion televiziv, do vete të shprehem, do vete dhe... e kërkonte më ngulm që të shkonte. kërkonte. Pastaj nuk e di, kishte parë në YouTube, nuk e di. Po, dhe më shkruajti. Edhe më tha, mami tha i shkruajta Odetës. Po, e vërtet. E më ktheu përgjigje. I thash, ti do vish me mua, mami, do vi, i thash, nuk ta prish. Po, mami, thash, do ri me fytyrë të mbuluar. Por pse do të rije ti sot me fytyrë të mbuluar, ndërkohë që ke ardhur dhe ke shoqëruar dritën e syve, Tha, jo, ti do djalin, vi. Po serdhe ti tha, nuk vetë. ke shoqëruar djalin tënd Erdhë. dhe dua të të pyes, si është dita e Amarildas. Amarildos?
Amarildo ngrihet. Ju jetoni në Tiranë apo në Ersek? Në Tiranë. Jeni në Tiranë aktualisht. Amarildo ngrihet bona gjume. Po. Ngrihet del për kafe me mua, kuptohet. Të pandarë. Bëjmë pazar, vëm në shtëpi. Tani kam filluar në një fondacion Jonathan. Sa mirë. Pastaj merret me laptopin. Shkoj atje. Ndihesh mirë në atë fondacion? Po, tani të të fillova, po të shikojmë tani, se vetëm fillimi edhe. Pak ditë, por jam e sigur që aty ka shumë organizime, jo vetëm do argëtohesh, por do mësosh shumë gjëra dhe ke bërë shumë mirë që je regjistruar dhe je pjesë ati fondacioni për të shkuar. Po, pastaj vi në shtëpi, merre me laptop, pa drek, këta. Dhe aty në laptop qa googlon, qa kërkon, qa punon? Po të këshu, jo logo, jo foto. Merresh edhe me grafik? Po, si që... Se ka bërë kurs. Atje që kam marrë. Ka bërë dhe kurs për grafik? Ka shpen 2 herë në kurs për grafik. Që ti mund të bësh i grafist shumë i mirë? Paret. Po mirë, nëse unë do të kërkoja një logo, do ma bëje? Se di tani, së të premtoj do të... Logo në emisionit pa gjurëm? Se di. Po mendoje një herë dhe ndoshta me idetë e tua, si do ta konceptoje ti logo në emisionit pa gjurëm që jemi të dy së bashku dhe do ishte një kënaqësi shumë e madhe. Nëse ti do na i sjellje dhurat një logo për emisionin pa gjurëm. Patjetër. Dashur, djali ka ardhur këtu të shpreh jo vetëm dëshirat, por kërkon edhe ndihmën, suportin e dikujt. Konkretisht, çfarë kërkon Amarildo? Me zë të lartë ma thuash dëshirën tënde që ka ardhur për ta shprehur në pa gjurëm. Po tani... Do dojë një kurs më të avancuar për grafik, apo për IT? Po për këtë grafikën, ose për Grafik IT design. një kursa... Ati është fiksuar. Po, e dashur, mund të më tregosh, Florika. Është fiksuar në grafik design. Por, ai ka bërë këto kurset, po mangësia e këtyre kurseve ka qenë që këta nuk i ka, si të mu, nuk i ka drejtuar, si ti që i bëjmë në ato logot, i bëjmë fotot, që si mund t'i hedhin, se kuj merë nga laptop i jetën telefon. Po ato, kur i merë me foto nga laptopi në telefon, nuk dalin mirë. Bje cilësia dhe le të themi nuk e ka marrë të gjithë informacionin e dur. Nuk ja kanë dhenë, që t'i hedhi direkt. Të di se si mund të procedoj në grafik. Po, si mund të vazhdoj mëtej. Se është artë, është botë më vete grafika. Ti shpreh dëshirën dhe kërkon që kushdo që është duke na ndjerë në këtë momente që ka kurse për grafik design, të të ofroj një kurs, si janë 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, sa janë kurset, që ti të shkosh sepse e ke dëshirë dhe e ke pasion. Dhe unë të arroj me zemër që... Punon për ditë në shtëpi, po. Nuk e ka atë që të ketë, si mund të themu rrugën që i bën, edhe ti hedhi, të vazhdoj. Të tjetë, I mban aty. Punë të mbaruara dhe i mban aty, por kërkon që këtë gjë ta vendosë në zbatim dhe nesër të ketë të ardhura, se kjo është qëllimi. Këtë për vetin e tia, se unë, nësa ti jemi normal nuk do të alem, do të mbështesim, se unë zvarë do të riqem dhe këta nuk e le. Unë uroj dhe shpresoj Amarildo që zëri juaj të dëgjohet nga studio emisionit pa gjurmë, ne do përpiqemi për të lidhur, punojmë në televizion, patyshim që njohim shumë persona që merren me grafik design, që operojnë me kurse trajnime të tilla dhe uroj që të gjejmë inshallah një kurs i trajnim ku ju të shkoni dhe të realizoni atë dëshirën dhe ëndrrën tuaj. E dashur Florika, e nisi një mesazh shumë të bukur për të gjitha nënat dhe do doja që të ma jepje të plotë në mbyllje të programit. Një mesazh që drejtohesh të gjithave nënave që ndodhen në të njëjtën situatë që ndodheni ju sot. Po them të gjitha nënave, dhe ato që kanë të vegjël, dhe ato që kanë të rritur. Nuk kanë, se ka shumë që ja mbajnë të fshetë fëmijëve dhe i mbajnë si të fshehur, nuk i marrin, ti nxjerrin, ti se turprohen prej tyre. Nuk kanë pse të kenë turp. Ata fëmijë kemi sjellë ne në jetë. Dhe duhet i duam dhe ata janë si ne. Ata janë normal si gjithë të tjerët. Ata japin më shumë dashuri se të tjerë. Më shumë japin. Dhe të falenderoj. Po, dhe dashurit i japin dashuri. Ti sot i plotësove dëshirën djalit tënd duke e shoqëruar në studion e emisionit pa gjurmë, ti ishe pranë ti. I dashur Amarildo, të falenderoj që të pata në studio. Ne komunikimin të dy... Edhe unë dua një mesazh për... Po, patjetër. Dua për shembull që
nuk është turp se duhet të jetoj me këtë gjë, të bashkëjetoj me këtë gjë. Mirë se jemi ndryshe, po jemi si gjithë të tjerët. Bravo. Bravo për mesazhin që përcolle dhe për këtë mesazh dua të të përqafoj. Edhe unë. Përqafoj dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit. Dhe do mbetemi bashkë në kontakt, ne të dy komunikimin bashkë kemi në Instagram. Po. Më shkruaj në Instagram, unë sa herë që do kem kohën e lirë, do t'i lexoj mesazhet dhe do të kthej përgjigje dhe falenderoj dashur Florika. Dhe unë shumë faleminderit që na pranuat. Po patjetër, kjo dritare është e hapur pikërisht për gjithë ata qytetarë që trokasin. Ju plotësoj dëshira këtia. Për të qenë pjesë e studios e emisionit Pa Gjurmë dhe më vjen mirë që është i ndrisit që u bë pjesë e kësaj studio dhe ndjehemi vërtet dhe ne të lumtur. Mirë, do mbetemi në kontakt. Po, normal. Historinë Amarildos, dashur miq, së bashku me nënën e tij, mund të ulesh Florika, do t'ju përcjell unë. Jemi rikthyer në studio dashur miq, vetëm pak minuta na kanë ngelur në dispozicion dhe këto minuta do t'i shfrytëzoj për persona të humbur, pasaporta televizive që nxirren në ekranin e Report TV dhe bëhet thirrje për ndihmë për gjetjen e tyre. Ditën e sotme të treja pasaporta që do nxjerrin janë femra që janë larguar dhe kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre në Shqipëri. Do të flas për historinë e Sonila Kryeziu dhe Nertila Osmanit, dy shoqe të ngushta të cilat janë larguar dhe kanë humbur çdo lloj kontakti me familjen e tyre. Një histori që është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë, kërkime që janë bërë edhe nga policia, ndërkohë që po nisin edhe hetimet për një pistë që është zbuluar në studion ton. Por për gjithë ata që nuk e kanë njohur këtë histori dhe kërkimet tona, unë dua të prezantoj një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi. Të dyja u zhdukën në të njëjtën ditë. Sot pas 19 vitesh ka mbetur ende mister fati 2 mikeshave nga Tirana. A u kryqëzuan rrugët e tyre mbrëmjen e 11 marsit të vitit 2004? Çfarë ka ndodhur me Nertila Osmanin dhe Sonila Kryeziun? U konfliktua me bashkëjetuesin e saj. Nertila u nis drejt banesës së Sonilës, por u larguan të dyja vajzat me Danin nga Durrësi, personi që në të njëjtën mbrëmje nxori nga shtëpia Sonila Kryeziun. A hipën në të njëjtën makinë dhe nëse po, ku shkuan atë natë dy vajzat e reja, njëra prej të cilave nënë e një fëmije. Kjo është një nga ato histori që bën njehon ende dhe sot, për faktin se nuk ka asnjë gjurmë për fatin e të dyjave, por edhe sepse i vetmi autori dyshuar nuk jeton më. Arben Hoxha, bashkëjetuesi i Nertila Osmanit, kreu i një prej bandave famkeqe të Lushnjës, u vra në vitin 2005. Vajzat u njohën në lokalin ku punonin bashkë në zonën e ish-bllokut në Tiranë në vitet 2000, periudhë gjatë së cilës Nertila u lidh me Arbenin, ndërsa nisën bashkëjetesën duke marrë një shtëpi me qira në zonën e Laprakës. Në vitin 2003, vjen në jetë vajza e tyre e vetme. Ata nuk patën celebrim, ndërsa ditën që partneri i kërkuar Nertilës do takoheshin pranë Duganës, do të nisej për në Gjermani. Pas debatit që ndodhi mes tyre, Nertila shkon tek shoqja e saj Sonila Kryeziu. Ajo njoftu në telefon fqenjën se do të kthehej atë natë. Arbeni ishte personi i fundit që ajo takoi, ndërsa ajo më mëson se edhe shoqja ishte larguar po atë natë, pasi një djalë me emrin Dani nga Durrësi e kishte telefonuar rreth orës 20:30 të mbrëmjes, më datë 11 mars të vitit 2004. Ky është edhe fillimi i një kalvari vuajtjesh për dy nëna në kërkim të dy bijave. Pikpyetje të mëdha që presin një përgjigje. Ku janë sot dy vajzat zeshkane, Nertila Osmani dhe Sonila Kryeziu? Kjo është historia e dy mikeshave nga Tirana, të zhdukura marsin e vitit 2004, u bë thirrje të gjithë atyre personave që mund të kenë informacion, janë të lutur qoftë anonim të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë për të mësuar të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e tyre, ku Nertila Osmani ka lënë vajzën atkoh vetëm 1 vjeç, sot ajo është në moshë madhore dhe fatkeqësisht nuk e njeh nënën e saj. Uroj dhe shpresoj që të zbardhet një ditë kjo e vërtet. Mirë, jemi sërish bashk live dashur miq, në këto momente dua të prezantoj një tjetër foto, një tjetër vajzë me emrin Sonila, por jo Sonila Kryeziu, Sonila Jashari, një tjetër histori që është denoncuar në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ku 28 vjeçare nga Dibra është larguar drejt shtetit italian dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e saj në vitin 2015 dhe prej atij viti nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Sonila Jasharit. Kjo histori është trajtuar në studion ton. Unë dua të prezantoj në këtë moment një material që kemi përgatitur edhe për Sonila Jasharin dhe rikthehemi.
Sonila Jashari rezulton e humbur që prej vitit 2015 ishte një 18 vjeçare aso kohe, kur pasi bëri pasaportën, u tha prindërve se do të largohej drejt Italisë. Në djenit e prindërve, ai do të qëndronte në shtëpinë e një fëmijë të saj me emrin Silvana. Afro 2 javë me radhë, kontaktet me familjen i kishte të rregullta, ndërsa u pohonte prindërve se punonte si pjatalarse dhe i shërbente një të moshuari atje. Kishte thuajse 4 ditë që Sonila ishte zhdukur në Itali dhe prindrit njoftohen nga vajza Elbasanase, ku jetonte e bia, se Sonila ishte zhdukur papritur. Ajo kishte komunikuar me fëmijën e saj, së cilës i kishte thënë se do të ikte deri në dyqan, që nga ai moment ajo nuk ishte bërë më e gjallë. Jati niset në Itali dhe atje nuk mundet dot të zbuloj asgjë lidhur me fatin që mund të kishte pasur e bia. Para se Sonila të zhdukej pa lënë asnjë gjurmë, kishte shkelur edhe më herët tokën italiane, ndërsa kishte qëndruar pa kohë te kushurira e saj dhe më pas ishte kthyer në Shqipëri. Hajrie dhe Shevqet janë prindrit të 3 fëmijëve që sot kërkojnë të dinë të vërtetën mbi vajzën e tyre. Kjo është historia e Sonila Jashari, dashur miq, kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e saj 28 vjeçaria Dibrane në vitin 2015 nga Italia. U bë thirrje edhe për Sonila Jasharin, kushdo që e njeh ka informacion është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Me historinë e Sonila Jasharit kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë i falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish. Ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.